Në mëngjesin e 15 janarit 1999, fshati i vogël i Reçakut u bë skenë e një tmerri që dridhi ndërgjegjen e botës. Armadë blind, zjarre pa mëshirë, gra e burra e fëmijë të ndarëdhënshëm. E gjithë kjo jo si një episod i izoluar, por si një akt i planifikuar i egërësisë së ushtrisë dhe policisë serbe ndaj civilëve të pambrojtur. Atë ditë u morën jetët e të paktëve 42 banorëve të pa-armatosur, ndërsa dhuna dhe shkatrimi lan plagë që s'do të shërohen kurrë në kujtesën e kombit. Pas 27 vitesh, Prokuria Speciale e Kosovës ngriti një akt akuzë në mungesë ndaj 21 personave të dyshuar si përgjegjës për këtë masakër. Komandant ushtarak, zyrtar policor dhe inspektor të cilët sipas prokurisë vepruan në bashkëkryer gjatë operacionit të dhunshëm në Reçak. Të pandehurit po akuzohen për krime lufte kundër popullatës civile, duke përfshirë vrasje, trajtim njerëzor, shkatrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik. Akta akuza e siguruar nga Gazeta Nacionale përshkruan në detaje tmerrin që u shkaktua me 15 janar 1999. Forcat serbe rrethuan fshatin Reçak nga disa pozicione dhe e granatuan nga distanca, duke krijuar kaos dhe frikë mes banorëve. Ata hynë në fshat, kontrollojnë shtëpi për shtëpi dhe ndajnë burrat nga gratë dhe fëmijët, detyruan civilet të pambrojtur të largohen dhe më pas ekzekutuan burrat e ndaluar me armë zjarri. Prokuria përmend vrasje të shumtë të civilëve, duke viktimat dhe vendet ku ata u qelluan, nga uburret e shtëpive tyre e deri në malet përreth, ku grupet e civilëve të kapur u qelluan me automatika pa mëshirë. Akta akuza përfshin edhe torturën dhe trajtimin njerëzor, ku burrat u detyruan të delnin nga vendet e fsheta nën kërcënim armësh, rrahje brutale me kondak armësh, shqelma, dru dhe zinxhir, përpara se të ekzekutoheshin në grupe. Përveç vrasjeve, të pandehurit akuzohen edhe për shkatrim të pasurisë, dëbim masiv të civilëve nga Reçaku dhe fshatrat përreth, si edhe për spastrim etnik të popullatës civile, shqiptare gjatë periudhës 1998-1999. Sipas aktakuzës, 42 civilë shqiptar u vranë në Reçak, ndërsa rreth 20.000 civil u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre, si pjesë e një plani sistematik dhune dhe dëbimi. Kjo aktakuzë, megjithëse në mungesë, me propozim për gjykim pa prezencë fizike të akuzuarve, synon të sjellë para drejtësisë ndërgjegjen e asaj që ndodhi dhe të kujtoj botës tmerrin kundër civilëve të pambrojtur që i dha emër një prej ngjarjeve më tragjike të luftës në Kosovë.